Kostumi I Preskës ka këto pantallona, I ka në material të plotë, në këtë ngjyrë pame, dhe është material I plotë, dhe këtu janë me të hapur që të futet këmba. Të jetë më kollaj për të futur këmba dhe pastaj mund të zihet kur vishe. Është pantallon I drejtë, vjen duke u ngushtuar nga poshtë dhe me u shkurt që shkohet sipas formës. Pjesa lartë është e gjatë, por do ngelem diçka, të thënë çdo kostum ka të vetën, të këmisha, është si këmishë e gjatë. Karakteristika këto shiritat e kuqe, I ka të punuara në vegël dhe vjen dhe në jaka dhe në pjesën ballore. Pjesa këtu përpara është me 3 komsa, edhe këtu ka një kops. Karakteristika është me puflin të bardhë, pambuk. Karakteristika mëngët e gjera përfundojnë në kapaçkë dhe këtu ka shiritin dekorus. Gjithmonë sipas originalit. Tani, pjesa manikini në fakt është se ky e ka vënë një manekin grash dhe ka atë problemin sepse kjo pjesa këtu e prerë është në beli. Dhe sepse pjesa karakteristik nuk është kaq e gjatë e palave. Dhe kjo vjen diku këtu, do me thënë. Dhe pas këmishës, pjesa është një çike kam për me pala që është e gjerë. Pas këmishës ne kemi brezin, brezish me larmi ngjyra, që I jep jetër, I jep ngjyra, I jep dritë, I jep kolor fantastik. Tani po e vë kështu vetëm për të demonstruar se nuk ta jep në manekin grash apo e lë ftej të varur. Kjo është punim e vegël, është punim dore dhe ka ngjyrat ku ngjyrat porositen me larmi të verdhje, shile, të bardhë, kombinimi kuq me të zi, është fantastik. Dhe mbi këtë kemi zibunin, I zi në material stof. Gjithashtu është I dekoruar me shirif kuq, njësoj, dhe ka këtë formën këtu, ku karakteristik dhe bukuri, kjo vi një që këtu kur vishet, ka një femër mashkull që kapet, që mos duket, një variant ose varianti tjetër, sepse I hidhet kjo kështu, dhe këto gjufkat për foto kështu funksionon, por e bën si të duash për dekor. Dhe ka dhe brezin dhe lihet këtu. Këto janë njësoj me gjufkat, me vizgat, që demonstruan çpari, dhe pastaj kemi një rip që po vë këtë, po ka një rip ngjyrë kape, ku pse e kanë ripin, sepse në performancë karakteristike e valleve të burrave është që kapen këtu njëri me tjetrin pas ripit, po ti shikosh me kujdes. Se tashi edhe detaje e ti janë shumë karakteristik. I kam këtë rip thjesht për të demonstruar gjë se nuk është ky, duhet pak më I gjerë. Unë më pëlqen ta hapi që kështu këtë, edhe në performancë, dhe ripi këtë tash kapen burrat brez dhe duart e tyre shkojnë në njëri pas tjetrit, po shkojnë nëpërmjet ripit. Tani, do t'rregoj dhe këtë. Ja këtu e shikoni si e kam vënë, ka dhe tjetër, gjithmonë poshtë kyçit, poshtë gjurit, më fal. Dhe këto janë në anën, sepse nuk mund të rinë mikë, sepse duan dhe këmbën sigurisht që të tregoj ato që çfarë do të tregoj, daç varen, daç dhe ka të këmbët. Tani tjetër kemi kapelen që nuk e kam bërë. Kemi edhe karakteristikan ato të vetën janë dhe këpucët që të dalë. Dhe jo pa qëllim kam bërë një, se do të bërë një dhe pastaj unë me atë. Pastaj në një fije mund ta pres që të rregullakosen këto topka që ne I quajmë me gjuhën tonë. E lidhim këtu, që të jetë sa më e shtrëngojmë poshtë dhe pastaj këtu të pritat I presin. Kjo është dizga, quhet, nësë që I përket. Kurse
Kostumi preskës së burrave ka shumë me topka të ndryshme, një zonë tjetër mund ta ketë më ndryshe, e kështu me radhë. Kjo është e përfunduar, e gjitha. Kjo është pjesa përpara, edhe kjo është, do t'heqim edhe një ekur të mirë dhe kemi gati. Ky është kostumi, kemi vënë dhe simbolin e flamurit, sepse është gjë shumë e bukur, të gjithë e vë, dhe romët kanë këtë rrotën. Ky është boshti këtu dhe jam munduar me një copë të qëndisur me fije gold, edhe për dekor sigurisht, por edhe duke për flamurin këtu, të duket sa më bukur, dhe kur bëjmë një kostum duhet të jemi të fokusuar në iniciale. Jam duke bërë shilotat, është pjesa e përparme, do ta zbukuroj me këtë garnierin në gri që të duket, por ky garnier sigurisht që montohet i hapur që t'i bëjmë më bukur. Kjo është pjesa përpara, por jam në proces. Pjesën mbrapa do ta filmojmë prap, pastaj bashkohet pjesa mbrapa dhe bëhen të gjitha këto zbukurimet me gajtan. Vendosa ta bëj me këtë grin, do me thënë pak më të errët me noas, që të dominoj më shumë, boj goldi, floriri, sepse kështu e kemi ndërtuar, edhe çizme do t'i zbukurojmë në këtë mënyrë, kështu që hapas hapi do të marrim video edhe për pjesën tjetër të qillotave. Në kostumet edhe materialet, por edhe duke u përshtatur edhe tabanit dhe gjërat që ka karakteristikë. E dim që kostumet rom janë më shumë të zbukuruara me detaje, me ngjyra të ndryshme, me të verdhë, me të kuqe, me blune ndezur. Këtu jam duke punuar, këtë material e kam zgjedhur në saten, në këtë të jetë edhe me shkëlqim, sepse është karakteristike këtij kostumi. Dhe kjo është, e kam zgjedhur në ngjyrën pan, jam në proces, e kam marrë. Kur të fillojmë që ka ato zbukurimet me ngjyrave me qëndisje në jaka, në mëngët, do bëjmë prap video, po kjo është një paraprake për të treguar se si ecurin e punës si fillim. Karakteristikë e kostumit është edhe brezi. Brezin e kam gjetur 3 metra, është i punuar në vegër, kuqezi, që ky vihet mbi ato qillota, ato se pantallona, si mund t'i quajmë në gjuhën e sotme, dhe është 3 metra, lidhet pas belit dhe ljen karakteristike ripit është janë dhe gjufka që vjet në fund. Dhe mbi këtë i kam marrë diçka shumë speciale, siç i ka në foto, edhe ripin pelukure, të gjerë që do vjet në këtë mënyrë, por kur ta mbyllim ja do vjet në këtë mënyrë, se e palosa ja prisha bëni që më bukur që të jetë më. Kjo do jetë pas belit, e kuqa, mbi qillotat dhe bluza e futur sigurisht, dhe kjo do ta zbukuroj kostumin nga jashtë. Është lëkurë dhe është diçka karakteristika këto nyjet e lidhura, edhe me këtë gjerësinë dhe po ta shikosh ka këto lidhje në mënyrë artizanale të shiritave, duke krijuar figura.